Presidenti Bajram Begaj mirëpriti në një vizitë në Tiranë homologun e tij slovak Peter Pellegrini. Pas bisedës, kreu i shtetit shqiptar theksoi angazhimin për përparimin me negociatat e integrimit. Bazuar në progresin ton, ne jemi shumë optimist për të hapur brenda këtij viti të gjithë grup kapitujt dhe po ashtu në objektivin ton kombëtar, ne synojmë mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Shenjë optimiste e cilësoi dhe mbledhjen në Tiranë në maj të përfaqësuesve të lartë të Unionit. Në 16 maj të këtij viti, Tirana do të mirëpres takimin e Komitetit Politik Evropian. Pellegrini theksoi edhe një herë mbështetjen për Shqipërinë, ndërsa u shpreh optimist për antarësimin në vitin 2030. Të bëhet vend antar në vitin 2030. Kosova ishte një tjetër pikë e diskutuar mes presidentëve, ku Begaj kërkoi që Slovakia të mbështesë antarësimin në organizatat ndërkombëtare.